Përshëndetje, miq. Sot është tema disa shenja që syri i tretë është i hapur. Do ta ndaj në 4 pjesë. Pjesën e parë, kush është rëndësia? Pjesën e dytë, çfarë është syri i tretë? Dhe pjesën e tretë, çfarë ndodh kur ne hapim syrin e tretë? Dhe pjesën e katërt, disa shenja që syri i tretë është i hapur ose po jo hapet. Le të fillojmë me pjesën e parë. Kush është rëndësia? Rëndësia e syrit të tretë është dritarja e mendjes son të pandërgjeshme si qenie njerëzore, sepse ne jemi me një frekuencë të lartë, në krahasim me gjithçka që ekziston në universin tonë, dhe dritarja e pavetëdijes ton, shpirti, jo, pra pjesa, shpirti, fryma, që do të thot është intuita jo. Mësoni që kjo ka rëndësi, sepse ku ky sy i tretë është i mbyllur, pra i bllokuar, frika jon, pasiguria jon, ankthi, depresion e të tjera çfarë ne kalojmë në jetë, na pengon ne që të bëjmë një hap mbrapa dhe të arrim të veprojmë. Kush është rëndësia tjetër? Kur syri i tretë është i hapur, do të thotë që ne jemi në rrugë të drejtë dhe ne marrim vendime dhe zgjedhje sipas asaj që na vjen nga brendësia e shpirtit ton, që do të thotë që të gjithë ne jemi të programuar nga plot fuqia hyjnore që na ka krijuar dhe na ka dhënë gjithçka në këtë univers të bollshëm, për të arritur dhe të ndjekim intuitën tonë. Dhe intuita jon është kjo zemër që ka misionin dhe drejtimin e jetës tonë, pra që ne do të ngjitemi diku, sikurse edhe intuitën në zorrët e barkut. Mësoni që kështu rritëm si fëmijë dhe u ngjitëm apasapi, por tani të çliruar nga çdo lloj emocioni që na mbante të bllokuar, dhe kjo është që ne arrim të hapim, do të përdorim jo vetëm peshisat në kokë, pra shikimi me sy ton, nuhatja, shihimi, dëgjimi dhe prekja, që janë nga ana e energjisë mashkullore, elektrike, që e kemi që të gjithë dhe ndodhet në trurin tonë, në kokën tonë, por është edhe ky trup multidimensionar për të cilën është pjesa kuantike e brendshme që ne nuk e shohim, midis tyre është edhe zemra, çdo organ e tjera, por që janë dhe 7 chakrat tona, dhe në këtë rast është që ne kemi dhe ndjeshmërinë tonë të brendshme, që është zemra jonë. Pra që do të thotë ne kur i kemi këto të hapur, pra syri i tretë është i hapur, ne bëjmë zgjedhjen që na shpëton jetën tonë. E kundërta ndodh, në qoftë se nuk është i hapur, ne intuita jon nuk punon mirë, dhe kjo është që ne kemi pas probleme, dhe pse kemi punuar fort, dhe pse kemi arritur çdo gjë gjatë gjithë jetës tonë, dhe sidomos unë po flas për gjeneracën time, të viteve 50 deri 90, ne i kemi arritur gjërat me shumë mundime, ose edhe nëse kemi arritur diçka, edhe e kemi, pra troç, jemi përpjekur për të bërë më të mirën për të ardhmen, dhe ajo që ne arritëm, sidomos brezi im, çfarë arritëm? Një pension që nuk ju mban, sidomos në Shqipëri, nuk ju mban
atë jetesën kryesore, nuk flas për luks, sepse ti jeni lidhur me shpirtin, nuk shpirti është kënaqur edhe me gotën e ujit, por gjithsesi është të kuptoni definitiv që gjitha problemet që kemi pas, sidomos gjeneraca ime, është që ne kemi pas qenë të bllokuar nga roli viktim, ndërsa tani ju po e kuptoni rëndësinë e hapjes së syrit të re që ka potencialin e fuqishëm. Pyetja është tani pjesa e dytë, por çfarë është syri i tretë? Dhe sigurisht që unë do ju ndihmoj që syri i tretë ka të tregoj një foto, po s'përgjej telefoni tani, fare gjeta. Syri i tretë është që është midis dy vetullave tona. Pra syri i tretë është midis dy vetullave tona dhe është me të vërtetë që është i lidhur me intuitën tonë. Mësoni që kjo është, unë do t'jap një shembull, një shqipeni këtu është, pra kjo është syri i tretë. Ky është trupi jon. Pra ky është trupi jon, janë 7 shakrat, këtu është shakra e sigurisë që jetojmë në tokë, dhe shakra kuror që jemi të lidhur pra me tokën dhe me qiellin, ne jemi të lidhur, kështu funksionojmë, sepse universi drejton energjinë, gjithçka në këto shakra janë energji, universi drejton energjinë dhe ne jemi pra energji dhe jetojmë në këtë univers të bollshëm. Mësoni që ngjyra blu është si rjedhoj e kombinimit të shakrës komunikimit, pra të fytit, më falni, edhe të shakrës kurorës, pra edhe jep ngjyra blu, pra bëqelli me ngjyrën lejla jep blun që është syri i tretë. Dhe në gjuhën e mençurisë është çfarë komunikojmë ne? Dhe si ne e njohim botën, a është që ne e shohim me vlerën tonë, apo e shohim me vlerën e të tjerëve? Ku ne e shohim me vlerën e të tjerëve, syri, intuita jonë nuk punon mirë, sepse ne po bëjmë gjërat si duan të tjerat, dhe pse përpiqemi e bëjmë përsëri, për ne ka pengesa, dhe mos ju bëj çudi që klasa e pa privilegjuar është në përgjithësi ma e vuajtur, sepse ne jemi në rolin që qëndrojmë në rolin viktim, pa e kuptuar, duke lënduar njëri tjetrin, sepse ne i kemi parë gjërat, si i kemi parë dhe këto i vëmë në jetë. Ndërkohë është të kuptoni që kjo port, pra syri i tretë midis dy vetullave, ka të bëjë që është porta e energjisë që na lidh me veten tonë, që na lidh me mençurinë tonë, që na lidh me aftësitë tona psikike. Pra që do të thotë, ne do të arrijmë në paqe, ne do të arrijmë në mençuri, ne do të arrijmë në intuitën tonë, ne do të arrijmë me ato aftësit tona, pra nga ana edhe e mistikës, pra nga ana e universit që është i pafundshëm dhe është i mençur, për mësime që ne nuk i kemi dëgjuar dhe nuk i kemi pra në këtë jetë për të cilën e uritëm. Ndërkohë është që kjo shakër drejton, pra kontrollon meridianet tona, dhe puna është kush janë meridianet, janë 12 kryesore, dhe për këtë do t'jap dhe një foto, dhe meridianet shikojni, ndoshta i shihni, janë këto pika për të cilën gjithçka që shihni me ngjyrat, gjithçka që shihni me ngjyra janë me të vërtetë energjia jonë që ne jemi të lidhur nga koka te këmbët. Por kur mos harroni që janë që lidhin energji, dhe në këtë rast meridianet lidhin mushkërit, zemrën tonë, tëmtin, zorrën tona e të tjera. Pra janë që ka lidhje dhe janë 12 kryesore, dhe në këtë rast është pra këto syri i tretë, kur është me të vërtetë i hapur, dhe ku ne kemi këto shakra të hapura, janë që ka lidhje, çdo gjë është e ndërlidhur, çdo gjë është krijuar me perfeksionizëm, sepse ne jemi krijesa të krijesës. Mësoni që kjo syri i tretë na udhëheq hap pas hapi për zbulimin e vetes tonë, dhe sidomos duke zbuluar veten tonë, ne jo vetëm që arrijmë në një ndërgjegje të lartë, pra ndërgjegjësohemi,
por dhe me një vit të dije të lartë, që do të thotë ne arrim në magjin, në ekuilibrin e magjisë së pastër, që do të thotë të dy energjit, energjia maskullore elektrike që është bëj dhe që ne veprojmë, dhe në këtë rast veprojmë me fjalët, me mendimet, me sjelljet, pra si kemi ne këto, dhe ndërkohë edhe me atë çfarë ne ndjejmë në brendësi të shpirtit tonë, që është energjia femërore, magnetike, tërheqëse, krijuese, për të cilën ne krijojmë atë që ne dëshirojmë. Pra ne kjo është në shërben dhe gjitha është qëllimi që arrihet, që do të arrihet, pra që ka funksion syri i tretë, është që do të na udhëheqë ne që të ne të marrim, pra të jetojmë jetën me optimizëm, dhe të arrim në kuptimin ton të thellë në brendësi të vetes tonë, duke u njohur me eksperiencën e jetës, por edhe në thellësi me veten tonë. Pra që të gjithë këto kanë të bëjnë me të vërtet që ky sy i tretë na ndihmon dhe këtë kuptim ka. Tani pyetja është, çfarë ndodh kur ne hapim syrin e tretë? Mësoni që para se të filloj të kuptoni pra ato 5 shenjat që syri i tretë është i hapur, është që ne eksperimentojmë ndriçim. Pra para se ne të hapim, hap pas hapi, ne eksperimentojmë ndriçim. Pyetja është, po kush është ndriçimi? Përgjigjja është njohja e vetes tonë të thellë, me vërtetësi si një etër, që do të thotë ne ndriçohemi në këtë trup që shikoni me kocka dhe me mish, pra ne kemi një mendje të qartë, ne kemi arritur një intuit të lartë, me ndryshe vetëdia jonë, paqja jonë e brendshme në brendësi të shpirtit tonë. Ne kemi arritur emocionet, i kemi bërë master, pra ne kemi përpunuar, ne kemi çliruar në emocionet të çdo lloj gjëje që kemi, qoftë nga të tjerët, qoftë që kemi krijuar nga vetja jonë, dhe gjitha ne kemi arritur në një trup të ndriçuar, që do të thotë mendja, shpirti dhe trupi janë unik, janë ato që ne kemi krijuar vetë. Pra gjatë kohës së procesit të zbulimit të vetes tonë, edhe me eksperiencën e vetes tonë. Ajo që do të kuptoni është që ne fillojmë dhe kërkojmë, dhe pra që jemi të ndriçuar, është që ne marrim pafund dhe kërkojmë të dimë, dhe vetëm të dimë, sepse shpirti kërkon zhvillim, rritje, dhe kjo është që ne kemi me të vërtet në mënyrë të vazhdueshme kërkojmë shumë njohuri. Pyetja është, a jeni ju? Për arsye sepse kur ne arrim ndriçimin, ne do të shkëputemi nga ego jonë, qoftë dhe ego shpirtërore, pra vetja jonë që ishim bërë dikur, pra ego, ashtu si kurse dhe nga kushtëzimet, qoftë besime fetare, qoftë çfarë kemi krijuar, zakonet tona, varësitë tona, çdo gjë që është kushtëzimi jonë, pra që të gjitha këto do të arrihen vetëm atyre kur ne jemi të lidhur me energjinë e universit, dhe ju duhet ta ndjeni këtë, sepse ju keni lidhje me udhëzuesit tuaj të brendshëm, a janë angjëjt, a janë mjeshtrat, a janë kryeangjëjt, fuqitë e larta jashtëtoksore që të paraardhësve tanë, që janë të pastra, janë në energjitë. Pra ju e ndjeni që ju jeni lidhur me energjinë e universit, dhe ndërkohë ju e ndjeni që ju jeni keni një vetëdije, kërkoni të dini, dhe mbi të gjitha kjo vetëdije është si rezultat i vlerës tuaj, për atë që ju keni krijuar
fjalët tuaja, ju vetë me rrugën e shpirtit, fjalët janë tuaja, mendimet janë tuaja, këto janë sjellje, sepse kush janë mendimet janë sjellje, sjelljet janë zakonet tuaja, pra I keni bërë zakonet tuaja I është identiteti juaj, dhe ka identitet që ju keni, tregon karakterin tuaj në botën e jashtme, pra si ju jeni jashtë, si ju jeni brenda jeni dhe jashtë, si ju jeni sipër, sepse jemi lidhur me energjin, pra me universin, ne jemi dhe si për si poshtë. Pra që të gjitha këto, si do të arrijen, ky është një zgjim ekstrem, I thellë dhe I rëndësishëm me veten tonë. Pra ne kemi zgjedhur dhe kemi planuar të ndjekim rrugën e shpirtit dhe veten tonë. Çfarë na arrim me këtë? Ne arrim që ne fillojmë të dallojmë, pra rritet intuita jonë, rritet intuita dhe ne dallojmë motivet e njerëzve. Qoftë dhe rreth vetes tonë dhe më gjarë, pra ne njohim energji, ne I ndjejmë, ne kemi një intuit që të gjithë aftësi telepatike, apo dëgjoni, apo shikoni, që të gjithë jeni unik në këtë rast, pra ne jetojmë me vlerën tonë, dhe kjo është që syri I tretë, kur ju e keni të hapur dhe ju jeni të ndriçuar, ju jeni në rrugën e drejtë, se ju jeni duke vepruar me burimin tuaj të brendshëm, me zemrën tuaj, për të cilën e keni të hapur, dhe një pjesë nga ju do të arrini akoma dhe më shumë, në qoftë se lidheni me zemrën tuaj, pra dy anë të zemrës, që është, zemra e hapur është që na lidh me 7 çakra, si ja tregova figurën, por është ju që e ndjeni që doni të ndihmoni në botën e jashtme për evaluimin e qenies njerëzore, pra për te vetes, për rreth, por I hapur në univers për të krijuar evoluimin e qenies njerëzore, për të dhënë këtë mësim të mërçurisë, së mësimeve të vërtetësisë së jetës, ashtu si krijesa, pra nga burimi hynor, nga mishërimi hynor, ashtu si krijesa na ka krijuar, ju jeni të lidhur edhe me flakën tuaj. Pra flakën e kemi që të gjithë, sepse kështu kemi ardhur në tokë, në mishëruar në tokë, por gjatë rrugëtimit të jetës tonë, pra shpirti ka ardhur, mëson, ndihmohet dhe krijon. Pavarësisht sepse si kemi qenë. Por tani ju jeni këtu, keni marrë informacion, diçni, jeni lidhur me, pra kjo është, ne ndriçohemi para se të hapim, pra pas hapi, duke vazhduar higjienën e shpirtit, ne rritemi, pra koeficienti I dritës, rritet, dhe ne jo vetëm që do arrim në veten tonë të lartë, pra do të lidhemi me energjinë e universit, por ne do të jetojmë dhe në tokën më amë, sepse në fundit jeta është këtu, por tani me vlerën tonë. Pra me atë çfarë na drejton zemra, dhe tani pjesa e katërt, po kush janë këto shenja që ne kemi të hapur syrin e tretë? Le të fillojmë. E para është që ne bëhemi të qartë, që të gjithë ju e kuptoni që me ju po ndodh diçka e rëndësishme, pra e ndjeni, e kuptoni që po ndodh diçka e rëndësishme, edhe mund të jetë shëni, mund të jetë edhe optimiste, por mund të jetë dhe jo optimiste, dhe ju e dini, por ta pranoni që ju jeni në rrugën e drejtë, çfarëdo lloj që të ndjeni, jeni në rrugën e drejtë, pra sido që të jetë ndjenja që ju ndjeni, është që ne I bëjmë të ndjeshëm, sepse koeficienti jonë rritet në çdo ditë, pavarësisht se si ndjehemi, ne rritemi, si ndryshojnë stinët, ndryshojmë ne, si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojmë ne, si janë ciklet e grave të menstruacioneve, po kështu jemi dhe ne në zhvillim, në lëvizje, pra apo batica, apo veç zhvillimi jon I qenies tonë, si mendoni, Diana kaloi gati 5 dekada, sepse u zgjova në moshën 57 vjeçe, që shpirti u bë I vetëdijshëm për atë se çfarë ka ndodhur me mua, dhe sigurisht një nga këto ishte edhe marrëdhënia ime romantike, pra
sigurisht unë kam dhënë shumë video, unë nuk do të hyj në detaje për këtë, por të kuptoni që ky është zhvillimi i shpirtit ton, çfarë do lloj zgjedhje që ne kemi bërë me të kaluarën, tani ne jemi këtu dhe ne do t'i pranojmë këto gjëra, sepse është që shpirti na drejton, shpirti na do më shumë se askush tjetër. Pra të jemi vetvetja dhe kjo është që ne fillojmë kur arrim, pra rritemi me koeficient, kur arrim të hapim zemrën, kjo është që ne fillojmë edhe të marrim sinkronizime. Mësoni që këto sinkronizime, kjo ndjeshmëri, na drejton ne në rrugë të caktuara. Le të themi që jeni duke ecur e zëm në natyrë. Dhe zakonisht ju ndiqni një rrugë, pra që është bërë rutina juaj. Po atë ditë e zëmë, po ma shembull, ti nuk merr atë drejtim, po merr një drejtim tjetër. Dhe çfarë ndodh? Kur ti kthehesh, ti kupton që aty ka ndodhur diçka, pra diçka në kuptimin e një fatkeqësie. Pra çfarë do të thotë kjo? Kjo tregon që shpirti juaj, pra energjia juaj, e universi na drejton në rrugë të drejtë dhe na mban ne të sigurt, pra ne jemi të mbrojtur dhe jo vetëm për veten tonë, por ne jemi dhe pionerë që do të ndihmojmë brenda familjes tonë, pra shtëpisë tonë, familjes tonë, edhe në fis. Pse? Sepse ne jemi duke vazhduar, duke ndjekur rrugëtimin ton, në një krah energjia universi na ndihmon që të shlirohemi nga karma e vjetër, nga të parët tanë, sepse ka qenë në nivel të ulët, në anën tjetër universi na ndihmon ne, pra shpirti on, sepse ne jemi universi, unë jam universi, ju jeni universi. Kjo është energjia që na lidh me njëri tjetrin, pra jemi lidhur me energjinë, na bën që ne të lidhemi edhe me vetëdijen tonë. Dhe ndërkohë është kjo është që na lidh me shpirtin ton të lartë. Pra çdo lloj sinkronizime që ju merrni, edhe ju i dini tani se si i merrni, por që do të vazhdoj edhe në shenjat që do t'i jap, është që këto na drejtojnë ne që të arrim, pra të lidhemi me shpirtin ton të lartë, edhe askush ka ju nuk mund të shpejtoj procesin, askush nuk mund të vazhdoni të merrni përgjigje me mendjen, në asnjë mënyrë ne nuk do ta gjykojmë mendjen, por është thjesht që ne duke u lidhur dhe duke na drejtuar shpirti, është që ne do të marrim veprime ashtu si plani ynor i shpirtit ton të lartë që është i programuar, dhe e kemi të dhuruar nga fuqia unike, hynore, sepse ne jemi të tillë, është ligji i unitetit hynor, dhe ne jemi në këtë vit, në vitin e universit, pra që drejtohet nga dielli numri 1, atëre është që të gjithë ne do të bëjmë zgjedhjen e dur, dhe në këtë rast, ju që po e dëgjoni këtë, është që do të arrini të vini veten tuaj në radhë të parë. Sigurisht ta merrni seriozisht çfarë ju merrni, çfarë ju shikoni, sepse janë që ju drejtojnë ju, sepse në qoftë se ju do t'i injoroni, ju do të humni talentin tuaj, ju do të humni dhuntin tuaj. Prandaj jeni të thirrur tani që të hyni dhe të lidheni, të zgjidhni dhe të vendosni veten në radhë të parë. Shenja e dytë që ju do të ndjeni gjatë rrugëtimit tuaj është ju shihni ëndra të qarta dhe të shpeshta. Dhe të gjitha këto ëndra janë sepse ju vin nga shpirti juaj i lartë, sepse keni një rritje, vin nga shpirti juaj i lartë, dhe këto janë ëndra reale, pavarësisht se si mund të ndjeni, pra janë udhëzuesit tuaj të brendshëm, sepse jeni lidhur me të energjinë, pra me atë ku ju besoni, a Zoti juaj është, ëngjëlli juaj, kushdo që të jetë, vetja juaj e lartë, me krijuar forcat pra varet si jeni në këtë udhëtim, nga fuqitë e larta jashtëtoksore, sepse e ndjeni këtë lidhje e tjerë, çfarë do të ndodh është që mund t'ju vinë pra ëndra nga e kaluara juaj, mund t'ju vinë emocione, pra dhimbje emocionale, sikurse edhe ide, edhe mendime që ju shpirti ju zgjon natën. Apo që të gjithë jeni të se si i merrni, që të gjithë jeni unik. Pra këto sinkronizime janë përgjigjet e lutjeve tuaja, janë ajo që ju të jeni të vëmendshëm, dhe në këtë rast të kuptoni që
të punoni me to, dhe si ju në qoftë se I merrni këto ëndra dhe shpirti ju zgjon, do të thotë që të punoni me atë çfarë ju shikoni, sepse është për ju, është reale, dhe pra është me të vërtetë ashtu si ju e shikoni, dhe në këtë rast uluni në meditim, kërkoni pra ta ndjeni atë që shpirti ju zgjon, ose meditar, dhe në këtë rast është ju duke e njohur dhe duke e planuar me vërtetësi ashtu si shpirti të zgjoj, pra që pe ëndrën, me vërtetësi edhe në qoftë se ka lëndime, por do ta planoni, do të falni veten, do të falni dhe të tjerët, sepse e vërteta është që ju lëndon, por ju do ta planoni, dhe duke e falur, duke dhënë mirësi, dashuri, sepse e bën shpirti, kur dëgjoni shpirtin, do të thotë që ju do të çliroheni, dhe në këtë rast është që do ta lini të shkojë. Të kuptoni që në ëndër e zëm mund të dali person, mund të dali vend, që të gjithë, nëse keni mundësi të shkoni në vende, apo të bisedoni pra edhe me persona direkt, është një mrekulli, por në qoftë se nuk janë, se për shembull, mua kur duhet çliroja emocionin e fajit që I kisha bërë babait tim në kohën e të rinisë, sepse gjoja unë vishesha moderne dhe isha pra po shfaqja botën kapitaliste. Unë blija gjërat demodese, kam që një familje e varfër, por ajo që mua më vun turpinës, unë kisha ide kryuse, dhe në këtë rast kisha dhe një shoqe roba qepse, dhe unë idete mia I jepja te ajo, dhe kjo është që vishesha pak ndryshe nga të tjerët, në fund të fundit vishesha me kohën, pra është një mrekulli, është diçka që e kisha në dhunti, po çfarë ndodhi është që babait tim, se në atë kohë ishte pra I partisë, kështu ishte Partia Komuniste, kanë dashur të na internojnë, sinqerisht, por kjo për mua ka qenë një dhimbje, gjithsesi unë kam bërë shumë video, sidomos 3 vitet e para, 2020-2023, kam folur shumë për veten time, sepse në kohë që unë isha zgjuar, pra isha në proces, unë edhe jepja atë që ndjeja edhe e shpreja, sepse ishte tibja që më erdhi, sepse mua mu hap syri I tretë, ishte zemra e hapur, pavarësisht se gjatë kohës së procesit dalin gjëra, se janë energji që I kemi në trupe të tjera, dhe unë kam marrë sinkronizime të vazhdueshme gjithmonë, gjithë jetën, këto 5 vjet, aq shumë jam e lidhur, sepse kam qenë e lidhur gjithkohën me energjinë e universit. Dhe sigurisht do të gjoni në vazhdim. Çfarë ndodh është që ju pra të shkoni, të lidheni pra me njerëzit që ju shfaq ëndra juaj. Kjo ju bën me qëllim që ju të lehtësoni problemet që keni, që ju sjell ëndra juaj, dhe ndërkohë të gjitha këto janë që mos I neglizhoni. Pra me meditim apo meditar, çfarë do lloj që të jeni, të krijoni lirësi dhe të tregoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Tjetër është mirënjohja juaj rritet, që do të thotë ne jemi mirënjohës për gjithçka, dhe duke qenë mirënjohës për gjithçka, ne jo vetëm që të rreqim lehtësi në procesin ton, por ne dhe manifestojmë në publik atë që ne jemi dhe ndjejmë në brendësi, dhe në këtë rast ne japim dashuri pa kushte, sepse e ndjejmë këtë, pra sa më shumë mirënjohës jemi, aq më shumë ne kemi një ndjeshmëri të lartë, pra mirënjohja është ndjeshmëria. Kur ne jemi mirënjohës edhe për gotën e ujit dhe për jastikun, hapni krahët mrekulli, sepse ju planoni jetën me gjithçka që ju keni, dhe ju jeni të hapur dhe në univers, dhe kjo është që ne manifestojmë dashuri pa kushte. Ndërkohë është që ne jemi që I bëjmë veprimet tona me atë që zemra jonë na drejton.
me atë sepse kemi që të gjithë, ne jemi dashuri. Ne ardhëm në tokë nga dashuria, bashkimi dy prindërve, solli jetën tonë, pavarësisht se çfarë ndodh në tjetër. Kjo është dashuria, sepse në fund të fundit marrëdhënia seksuale e ka krijuar krijesa, pra është dashuri, por nuk do të thotë që është me të vërtetë vetëm nga ana seksuale. Kjo është një mrekulli se sjell vazhdimin e jetës, pra lindim dhe vdesim, dhe jeta është pafundësi. Tjetër është që ne jemi dashuri, sepse ne lidhemi me dashurin, ne po ashtu ndajemi nga dashuria, se ndajemi, dhe sikurse edhe do të largohemi nga kjo tokë, po të dashur. Pra që të gjithë e dini, gjithsesi të kuptoni që kjo vjen nga brendësia jonë që na djeg, dhe është ajo që ne ndihmojmë si qenie humane, pra kontribojmë që të gjithë jeni unik, qoftë dhe me një pjatë gjelle komshiut, apo punë vullnetare, apo në ndihmë të organizatave, apo me karrierën tuaj, me punën tuaj, që të gjithë ju jeni unik, por që e keni në ndihmë të evaluimit të qenies tonë njerëzore. Pra kjo është mirënjohja jonë, dhe ndërkohë të kuptoni që ne universi na lidh gjithmonë me njerëz që ne rezorojmë. Pra mos ju bëj çudi që jeni në këto video dhe njerëzit e mrekullueshëm gjithmonë takohen. Pra herët vonë ju do të takojni, dhe mos u bëj çudi që edhe pse nuk Diana nuk ju shikon, ju e shikoni Dianën, ju ndjeni që keni një energji të njëjtë. Pra nda jeni këtu. Ndërkohë është që ne japim minjohje, ne jo vetëm që marrim minjohje, por ne dhe japim, dhe duke dhënë minjohje, çfarë ndodh? Këto janë bekime, dhe ne marrim bekimet e tyre. Pra gjithçka është që këto janë me të vërtetë që ne jemi minjohës për gjëra të vogla, dhe pse në jetën tonë ka pengesa dhe do të ketë pengesa, kjo nuk do të thotë që ne arritëm në vetën tonë, nuk ndriçuam dhe tani ne nuk do të sëmuremi apo nuk do të kemi probleme. Nuk është kjo. Kjo është qëllimi që veçërimi është rruga e udhëtimit pa mbarim. Pra është udhëtim pa mbarim. Veçërimi është që ka të bëjë që ne të jetojmë jetën, jo duke pritur stuhin, por duke mësuar dhe duke vallëzuar në shi. Dhe vetëdia është me të vërtetë, veçërimi jonë është fuqia që ne të jemi të vetëdiesuar, pra fuqia e vetëdiesimit tonë, pra të bëhemi të vetëdijshëm për çfarë po ndodh me ne, apo edhe ne jemi që dhe parashikojmë kur ne ndriçohemi që është syri hapur, por ndërkohë ka të bëjë dhe me atë që ne të vazhdojmë të përmirësojmë jetën tonë. Pra vullneti për të vazhduar, për të ndjekur rrugën e shpirtit apasapi, sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim, dhe kjo na sjell përmirësimin e jetës. Pra nuk mund ta fiksojmë vetëm si i kemi jetuar të njëanshëm me peshqisat, për të cilën në këtë moment, në këtë shekull dhe në këtë vit ne jemi në tranzicion, në njërin anë është që flen akoma është bota e vjetër, në anën tjetër është bota e energjive, e ju mrekullive, që keni planuar ndryshimet e afatit kohor, dhe kuptoni që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe shpirti jonë na do që të gjithëve, pra ne kemi marrë mësimet e shpirtit, dhe herët vonë që të gjithë ne do të lidhemi. Çfarë ndodh është që sa më shumë ne të kujdesemi, pra dhe japim dhe dashuri pa kushte, pa i prekur lirin askujt, se dhe Diana nuk ja u prek lirin ju, jeni ju që zgjidhni. Çfarë ndodh? Kujtoni dhe mbani mend se syri i hapur na bën që ne të marrim vendime të drejta, dhe këto vendime jo vetëm për ne, po japin efekt dhe për rreth nesh. E para. E dyta është që ne jetojmë në momentin prezencë dhe ne reflektojmë çdo ditë të jetës, dhe kjo na bën që ne të marrim bekime, sepse ne jetojmë në momentin prezencë dhe ne të marrim bekime, dhe këto bekime janë: ne jemi mirënjohës për gjithçka që kemi, ne ndjejmë që kemi një dashuri, një dëmshuri
dhe mbi të gjitha ne arrim në atë që ne dëshirojmë në sukses, sepse ne ndihmojmë, dhe tjetra është që ne kujdesemi në çdo lloj marrëdhënie. Pra ne jemi fleksibël, ne dim të shkojmë, sepse në fund të fundit ne kemi njerëzit tanë dhe brenda familjes, pra do të thotë që ne kujdesemi edhe pse ne jemi një lloj si gjithë të tjerat, por ne e dim tani që janë të lënduar, sepse është me të vërtet që nuk mund t'i prekim lirin askujt, por edhe ne i planojmë dhe kujdesemi për njerëzit për të cilën pranojnë dhe kërkojnë ndihmë, dhe këtë ne japim pra pa kushte, sepse ne jemi qenie umane. Tjetër e katërta, ne i përshtatemi jetës tonë, që do të thotë ne marrim përgjegjësinë për jetën tonë, për zgjedhjet që ne kemi, për zgjedhjet tona, apo edhe për rezultatit që ne kemi parë. Pra ne i marrim përgjegjësinë në veten tonë. Kjo është që quhet zgjimi shpirtëror, ndryshe zbulimi, sepse ne shpirti mori mësimet gjatë gjithë jetës dhe tani ne i planojmë, pra marrim në dorë jetën tonë. Mësoni që sa më shumë ne i planojmë zgjedhjet që kemi marrë me dashuri, me dëmshuri, në fundit është jeta jonë, dhe i planojmë me vërtetësi, sepse çfarëdo lloj që ka ndodhur, çfarëdo lloj kemi jetuar me pavërtetësi, dhe pavërtetësia është kur tregon të vërtetën, do të thotë që ndjehet dhimbje, por gjithsesi kjo është që ne na rrit energjinë, pra ne rritemi në veten tonë të lartë duke planuar me vërtetësi ato zgjedhje që ne kemi patur. Në fund të fundit marrëdhënia që zgjodhi Diana e zgjodhi vetë, por unë kam falur këtë marrëdhënie, se në fund të fundit më dhuroi djalin. Mora mësimet nga ajo marrëdhënie dhe mbi të gjitha mësova që marrëdhënia që unë kisha krijuar nuk ishte për mua, sepse shpirti, zemra ime më mësoi që unë jam këtu për të qenë me veten time, me Dianën, po kur jam me Dianën, kjo nuk do të thotë që unë jam e vetmuar, përkundrazi, unë jam aq e lumtur dhe shkoj kudo pa i prekur lirin, por unë e kuptoj energjinë dhe unë di se si të komunikoj me njerëzit pa i prekur lirin, thjesht e kuptoj dhe i njoh, sepse njoh energjinë e njerëzve. Pra dim të sillemi, dim të kujdesemi për marrëdhënie të ndryshme. Ndërkohë është që ne marrim në dorë aktivitetet në lidhje me eksperiencën e jetës tonë, sepse ne reflektojmë dhe ne arrim të vetëdijsohemi dhe si. Ne vetëdijsohemi për ndjenjat tona, pra si kemi pas ndjenjat, dhe ne nuk gjykojmë, ne nuk kritikojmë, sepse shpirtin, kur dëgjon shpirti na drejton. Ne mësojmë sjelljet tona, ne arrim në ide tona, dhe pyetja është, po si arrijen këto? Vetëm duke marrë në dorë jetën tonë, veten tonë, duke vendosur veten në radhë të parë, duke qëndruar me veten tonë, pra kjo vjen duke marrë jetën dhe në këtë rast të gjitha veprimet, të gjitha qëllimet specifike për të cilat ne i kemi vetë ne do t'i njohim ato, ne do t'i planojmë me vërtetësi, dhe të gjitha problemet që duhet t'i shpëtojmë, pra të transformojmë energjitë e ulta në veten tonë të lartë, pra në energji, sepse energjia nuk shkatrohet. Ne nuk mund të kthehemi dhe njerë si dikur, të fillojmë nga fillimi, por ne do të vazhdojmë nga tani në këtë moment që ndodhemi që të gjithë, për atë që na sjell shpirti, me qëllim që të përmirësojmë gjërat, është marrëdhënia, është sëmundja, është puna, është karriera, është shëndeti, që të gjithë jeni unik, është dashuria, që të gjithë jeni unik, a janë të gjitha, pra që të gjithë edhe në qoftë të se ndjejnë lëndime për atë që ju vjen trupi juaj, është ju ta shihni si një mundësi që ju do të rriteni, si një mundësi që ju do të mëngjyni mësimet tuaja dhe ju do të bëheni të vetëdijshëm. Dhe kjo është që në momentin që ne bëhemi të vetëdijshëm për këto, çfarë ndodh me ne?
Pra ne jemi të atë tani që ne të vazhdojmë në hapin tjetër për të zbuluar me të vërtet kush ne jemi në të vërtet. Dhe kjo është që ne do arrim të shkëputemi nga ego dhe nga kushtëzimet. Pra në lidhje me gjykimet, kritikën, apo në lidhje me besimet kufizuese e të tjera. Pra që të gjitha këto janë që do t'i arrim ne ku ne marrim veten në dorën tonë, pra për veten tonë. Tjetër, çfarë ndodh? Ne, kur e marrim veten në shpirtin na drejton, ne nuk presim më përgjigje nga të tjerët. Pra ne nuk çdo lloj problemi që ne na ndodh është ne e zgjidhim edhe me rrugëtimin tonë të shpirtit, sepse ne reflektojmë. Dhe kjo na bën që ne jetojmë në momentin prezencë, ne duke jetuar në momentin prezencë, ne të rreqim sinkronizime dhe këto sinkronizime na drejtojnë. Ne observojmë, ne pastrojmë energjinë sepse ne përdorim higjienën e shpirtit, pra meditimin nga forma më të ndryshme, dhe ne jemi mirënjohës dhe të gjitha këto është që na bëjnë ne që të marrim jetën në, pra ndryshimin e jetës tonë në kuptimin e përshtatshmërisë. Pra ne nuk mund të ndryshojmë të kaluarën. Ajo ka kaluar, ne e sjellim të kaluarën tani sot këtu. Dhe atë që ne bëjmë sot na çon në të ardhmen. Pra që të treja, e kaluara, e prezencia dhe ardhmja janë tani. Pra atë që ne bëjmë sot dhe që na drejton shpirti na çon nesër. Dhe së fundi është rritja e intuitës. Që të gjithë ju e kuptoni që ne kemi një intuit të lartë. Sa më shumë ne rritemi në veten tonë të lartë, aq më shumë shqisat tona janë të fuqishme. Kush janë shqisat? 5 janë të kokës, shikimi, dëgjimi, nuhatja, shihimi, prekja, pra i kemi të fuqishme dhe këto jo vetëm që janë nga ana mendore, pra me një mendje të qartë, por ne kemi dhe shqisën e 6 të brendshme, zemra jonë, intuita jonë e brendshme, zorët tona, pra çfarë ne ndjejmë në brendësi, është intuita jonë, është ndjeshmëria jonë. Të gjitha këto, të 6 këto shqisa bëjnë që ne të kemi një intuit të lartë. Kjo intuit na drejton ne hap pas hapi dhe na bën që jo vetëm që njohim veten tonë, por ne njohim dhe për rreth vetes tonë. Dhe si, dikush për shembull njeh se çfarë edhe pa folur tjetri, e njeh e ndjen energjinë dhe pa folur, pra nuk e dyshim, pra e ndjen energjinë e tjetrit. Tjetër ose për shembull çfarë do të thotë ose si ndjehet, ashtu sikurse edhe për veten tuaj, ju e dini se çfarë mund të ndodhi dhe çfarë pra si thua jeni telepatik ose parashikoni se çfarë mund të bi e zëm. Në mendje kishe për telefonuar motrën dhe bum, motra të merr në telefon e tjera, pra po marr disa shembuj të thjeshtë. Ndërkohë është që kjo intuit që merrni është me të vërtetë që është vetja juaj, pra jeni në rrugë të drejtë. Ne i marrim këto sinkronizime, që të gjithë i dini sinkronizime se kanë bërë video dhe mos i injoroni, dhe është që këto sinkronizime kanë qenë gjithmonë pjesë e jetës tonë, gjithmonë. Por ajo që ne nuk i dallojmë, por jo, ne jemi rritur, por që nuk i dallojnë ose janë të vështira për pjesën tjetër sepse nuk janë të zgjuar, ndërsa ju jeni të zgjuar sepse jeni vazhdoni rrugëtimin e drejtimit të shpirtit. Shpirti drejton, mendja vepron, pra ku na drejton shpirti veprojmë. Sepse është trupi fizik, ndërkohë të kuptoni që syri i hapur është na drejton ne, pra kur kemi sytë hap, na drejton që të shikojmë të gjitha llojet e sinkronizimet, janë nga më të ndryshmet dhe e gjitha është që kur ne shikojmë këto sinkronizime, këto janë që na drejtojnë ne në rrugë të drejtë dhe na bëjnë të sigurt. Dhe tjetër është që ne të marrim seriozisht dhe të mos i injorojmë këto, sepse na drejtojnë për atë se çfarë shpirti jon kërkon.
Së fundi, si na i sjell universi, është një plan intelektual hynor i drejtuar nga plot fuqia hynore, nga shpirti jon i lartë, sepse kemi në zemër misionin dhe drejtimin e jetës, dhe është që na shfaq dikë që ne i kemi njohur. Dhe ky dikë që ne na shfaqet është që na drejton në udhëtimin e shpirtit. Pra jo vetëm që ne e njohim, pra mund të jetë vetja juaj, shoku juaj, miku juaj, shpirti juaj e tjera, jo vetëm që ne e njohim, po ne dhe e kuptojmë dhe këta na drejtojnë. Pra marrëdhëniet që ne kemi patur e gjitha me veten, me të tjerët, me veten tonë në brendësi, na drejtojnë për atë se çfarë do të ndodhi me ne. Kuptoni që kjo është sipas planit hynor intelektual që e kemi që të gjithë në brendësi, dhe është hapja e zemrës dhe për një pjesë dhe lidhja e zemrës. Pra ne jemi që të gjithë komplet, ne jemi dashuri, ne jemi dritë, sepse është zemra jonë, është mençuria, është kjo që na drejton, është misioni i shpirtit që ne jemi veçërues, por është edhe drejtimi i jetës që ne jemi këtu për të krijuar. Dhe në këtë rast, ju që jeni në këto video, ju jeni qenie humane për të ndihmuar njerëzit pa i prekur lirin, por të jepni që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, sepse energjia nuk fiksohet, energjia transformohet për çfarëdo lloj që ne kemi kaluar, sepse ne jemi altruist dhe ne jemi edhe alkimist. Dhe këtë ne e përdorim jo vetëm për veten tonë, për rreth, por dhe për të gjithë njerëzimin. Kjo është lidhja që ne kemi, jo vetëm me me ligjin hynor, pra jemi unik hynor, por edhe me mishërimin hynor, sepse ne kemi të çliruar karmën e vjetër, pra shkaku dhe pasoja, dhe ndërkohë ne kemi ardhur në përshtatshmëri si qenie humane, sepse ne jemi human. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.